kryesore. Aty shkruan se topi i parë i futbollit ka ardhur në Prishtinë në vitin 1919, kanë sjell disa studentë që kanë studiuar në qytetin Grenoble të Francës, kur kanë ardhur në pushime, pastaj shkruan se ekzistojnë dokumente për ato dhe kanë biseduar njerëz edhe me njeriu që ka sjell topin Gjakov, ai Gdushi në vitin 1924, ai ka punu thonë, se unë se kam ditë atër, ka punuar në Zagreb dhe në një fabrik maqinash të përqepja, ku ta di nuk ka shumë rëndësi, edhe kur ka ardhur në Gjakov, ka sjell një top, ai merret si do që topi ka ardhur në Gjakov. Edhe kështu pastaj Mitrovica, në për qytetet e tjera, atër janë formu edhe ekipet e para, shkruan se Prishtina edhe sot e ka në logon 1922, mirë po ndonjë dokument të shkruar nuk ka, me gjë se thuhet me gojdhana ma vjetër që kanë shënuar gazetarët e shtypit të kohës. Ka ekzistu Gajret, Graxhanski në Prishtinë, kanë ekzistu ma vonë edhe të tjera, por në vitin 1956 Prishtina zyrtarisht quhet klubi futbollistik Prishtina, kur fuzionohen, bashkohen Kosova Prishtinës edhe Radnički Prishtinës. Ato janë dy klube me histori të vetën, edhe në një kuvent përbashkët janë marrë vesh që quhet klubi futbollistik Prishtina, është korriku i vitit 1950.